Mirë mbrëma të nderuar shikues. Sonte flasim për komunën e Dibrës. Komuna e Dibrës në fakt është cilësuar si befasia e këtyre zgjedhjeve, ku për herë të parë pas shumë vitesh një kandidat i pavarur arrin të kalojë në raundin e dytë. Pra nga kjo kuptohet që gara në komunën e Dibrës nuk është përmbyllur në raundin e parë. Nga 17.963 votues në komunën e Dibrës, të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 41% prej tyre. Dhe këta qytetarë që kanë votuar kanë vendosur që në raundin e dytë të kalojnë kandidati i pavarur zoti Ramadani Meri përballë kandidatit të koalicionit Vlen zoti Fisnik Mela. Edhe pse ky i fundit, pra zoti Fisnik Mela, ka qenë i gatshëm të futet në garë për ta fituar Dibrën, gatishmëria e tij ka munguar për të debatuar me kundër kandidatin e tij, zoti Ramadani Merin. Ne si televizion kishim planifikuar për të realizuar një përballje dhe një debat për komunën e Dibrës me dy kandidatët që shkuan në raundin e dytë, por fatkeqësisht si pasojë e mungesës së gatishmërisë të Fisnik Melës për të debatuar me Ramadani Merin, kjo përballje nuk u realizuar. Prandaj sonte kemi nderin ta kemi në studio kandidatin e pavarur zoti Ramadani Meri. Mirëmbrëma zoti Meri, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit për ftesën. Zoti Meri, në hyrjen, ashtu siç na dëgjuat, ne potencuam që kishim planifikuar një përballje mes jush dhe kundër kandidatit tuaj për t'ia bërë më të lehtë dibranëve që të zgjedhin mes juve ose kundër kandidatit tuaj, dhe kjo përzgjedhje do të ishte e natyrshme, pra që të bëhet në bazë të asaj që e dëgjojnë qytetarët. Do të thotë edhe këtë hapësirë ofrojnë mediat këtu te ne në vendin tonë, ku do tjetër që ta kenë më të lehtë ta dëgjojnë vizionin tuaj, ta dëgjojnë vizionin e kundër kandidatit tuaj, që pasaj përgjedhja dhe vendimit merret në mënyrë më të lehtë. Por sonte këtu mungon zoti Fisnik Mela, por ne për qenë korrekt edhe me kundër kandidatin tuaj, karrigën e kemi lënë të zbrazët këtu në mesin tonë dhe në çdo moment e presim mbase mund të ketë ndryshuar vendim e mendim zoti Mela dhe të na bashkangjitet në këtë përballje, prandaj ne derisa do të presim zoti Melën do të vijë ose nuk do të vijë në këtë përballje, ne do të vazhdojmë intervistën me juve zoti Meri. Si e komentoni këtë mungesë të kundër kandidatit tuaj në këtë përballje? Çfarë mesazhi kjo porçon të votuesit në Dibër? Unë mendoj të paktën të kishte guximin, siç e ka edhe emrin Fisnik, të dilte përpara mediumit tuaj, por edhe para popullatës dibrane, për të treguar prioritetet, plan programin për qytetin e Dibrës. Por duke parë situatën e tillë, unë nuk mund të shtoj asgjë tjetër, vetëm të tregoj popullatës dibrane që ne jemi këtu për të mirën e Dibrës dhe të fshatrave të Dibrës. Zoti Meri, atë që përmenda në hyrje që po ndodh pra në fakt natën e zgjedhjeve teksa shikonim rezultatet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, pam që në komunën e Dibrës shkonin ashtu numrat deri në përfundimin total të numërimit, ku për herë të parë, domethënë pas shumë vitesh, një kandidat i pavarur kalon në raundin e dytë. Sa jeni të kënaqur nga rezultati i raundit të parë të zgjedhjeve në Dibër, zoti Meri? Sa i përket rezultatit të raundit të parë, të dy forcat politike ishin ata të cilët ne na thonin që ju nuk keni shans për të kaluar në raundin e dytë. Mirë po, ne me angazhimin ton, me ekipin tim, kaluam derë në derë për të treguar plan programin me të cilën ne do të nisim për një Dibër apo për rikthimin e identitetit të Dibrës edhe Dibrës që e meritojnë dibranët. Zoti Meri, testin fillesare kaluat. Sa jeni të përgatitur tani, a keni ndryshuar strategjin nga raundi i parë që mbase për të pasur edhe një rezultat më të mirë se sa që kishit herën e parë? Sa jeni të përgatitur për 2 nëntorin? Ne vazhduam duke parë rezultatin e raundit të parë,
ekipi im, por edhe një shumicë e madhe e popullatës, besuan në programin dhe plan programin tonë për të mirën e Dibrës, dhe ne me datë 2 nëntor do t'jemi fitues dhe jo vetëm ne, por Dibra do del fitues. Zotë Emeri, a e prisnit kalimin tuaj në raundin e dytë, apo ishte befasi për juve? Të tregoj realitetin, punën që kemi bërë në teren dhe biografin time personale në të kaluarën me qytetarët e Dibrës, nuk e besoj që ishte një befasi, por njëkohësisht dua edhe t'i falenderoj gjithë secilin nga ata për besimin, për kalim në raund të ditë dhe për fitoren për me datë 2 nëntor. Dakor, Zotë Emeri në këtë drejtim, sepse në vendin tonë kemi pasur edhe kandidatura tjera, edhe në qytete dhe komuna tjera, kandidatura të pavarura, deri do të thot nga ky rezultati i zgjedhjeve lokale të raundit parë, kemi një kalim në komunën e Studeniçanit, ngjajshëm në komunën e Strugës, për dallim prej komunave tjera në komunën e Dibrës, pra ju si kandidati i pavarur, keni kandiduar pa pasur ndonjë mbështetje tjetër. Sa ka qenë vështirë në realitet edhe realizimi i fushatës për gati një mujore, sepse filluar shumë më para se sa e fushatës zyrtare. Edhe nga aspekti financiar, por edhe nga aspekti organizativ e strukturor, sa ishte vështirë për t'ia dalë ballë për ballë 2 kandidatëve tjerë prapa të cilëve qëndronin llogët partijake. Të tregoj të realitetin ishte e vështirë, sepse ne nuk kishim asnjë, bazë për funksionimin dhe realizimin e saj. Mirë po, me dëshirë, me punë dhe me aktivitet, arrihet gjithçka. Prandaj them, dhe do ta them se ne jemi të popullit dhe populli Dibran do të qëndroj pavarësisht presioneve të ndryshme, kandidatit të pavarur që Dibra një herë për gjithmonë do të jetë e papolitizuar, por do të ketë kandidat i cili do të luftoj por çdo qytetar dhe çdo fshatar të këtij vendi. Zotë Emeri, raundi i parë u përmbyll. A keni kontaktuar me kundërkandidatin tuaj që u diskualifikua nga kjo garë? Fjala është për Zotë Ilirian Fetahun, kandidat që ishte nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Po, jam takuar, unë kam koleg pune, dhe është një djalë i mrekullueshëm, është djalë shumë fjalë pak, por besoj se edhe ai e don Dibrën siç e dua edhe unë. Këtë mendim e keni pasur edhe kur ishit në garë akoma, apo tani pasi është diskualifikuar? Jo, e kam pasur edhe më parë. Edhe kam edhe tani. Ai takim me Zoti Fetahun ka rezultuar me ndonjë veprim konkret në praktik që mbase do t'ju ndihmoj juve në këtë betejën e dytë që e keni raundin e dytë përfundimtar? A në fakt, a gëzoni mbështetje ju si kandidati pavarur tani nga Aleanca Kombëtare për Integrim zyrtarisht? Zyrtarisht, domethënë edhe takimin me profesori Ilirianin, por edhe me Akin nuk kemi kontakte për bashkëpunim të ndërsjellët. Qytetarët edhe antarët e partisë të SAK-is, me sa e di unë, janë të lirë të votojnë për secilin kandidat që dëshirojnë ata. Sepse Aleanca Kombëtare për Integrim, unë pak më herët apostrofova disa komuna të tjera në të cilat ka ngjashëm kandidat pavarur, për shembull në Shkup, pra në rrethin të Shkupit është komuna e Studeniçanit, në të cilën Aleanca Kombëtare në fakt Aleanca Kombëtare për Integrim ka kandidatin e saj, por koalicioni vlen kandidatit të cilëve nuk arritit kalojnë në raundin e dytë, publikisht ofruan mbështetje për kandidatin e pavarur Zoti Sadikun. Përse kjo nuk po ndodh në Dibër, Zoti Imeri, është problemi se ju nuk keni kërkuar një mbështetje të tillë, apo mungon nga dishmëria nga Aleanca Kombëtare për Integrim?
Unë të them të drejten, edhe si që theksova takimin që pata me profesori Lugjanin, bashkë biseduam se ne jemi kolegë pune, biseduam rreth çështjes së Dibrës dhe asgjë më tepër për çështje politike, mirë po sa i përket asaj që thatë të Studeniçanit, në Dibër janë lënë të lirë votuesit që të votojnë kandidatin më të mirë, edhe më i miri nga të mirët është kandidati pavarur i cili me datë 2 nëntor apo me 3 nëntor do të jetë kryetar i gjithë Dibranëve, pavarësisht ngjyrave politike, dhe i ftoj ata që të më mbështesin, por ka diçka të tillë duke parë situatën e fundit që edhe nga oponentët politik të Vlenit ata të na mbështesin ne si kandidatur të pavarur dhe të votojnë numrin 20, i cili ne themi edhe në politik, por edhe në bashkëpresidim që 20-a është e vërteta. Dakor. Zoti Emeri, ju përmendët pra me bindje të plot, kuptohet nga pozicioni që jeni garusëll në raundën e dytë për ta fituar Dibrën, por çdo herë nga pozicioni jo, ne çdo herë lëm hapësirë që nëse ju do ta keni besimin e qytetarëve për të qenë kryetari i arshëm i Dibrës. Cilat janë prioritetet kryesore? Në fakt, nëse mund të na numëroni më shumë deri në 3 prioritete kryesore që mendoni se kërkojnë zgjidhje emergjente në komunën e Dibrës. Ne e dimë që komunat shqiptare, por edhe të tjerat në tërësi nivel vendi kanë probleme të shumta, edhe probleme infrastrukturore, një numër i madh i komunave edhe me ujin e pishëm e kështu me radhë, po nga ajo fushat, edhe si qytetar që banoni jetoni në Dibër, çka keni detektuar gjatë kësaj periudhe, se çka do të ndërmerrni nëse me 3 nëntor vetë se do t'jeni në karrigën e kryetarit të komunës? Unë doa të pasi theksuar 3 projekte, ne kemi mbi 8 projekte, por 3 projektet me të cilat janë domosdoshmëri për qytetin urgjente, janë parkingjet, do me thanë, ne i thomi në Dibër pazari i vjetër, do t'i kthehet si që ka qenë më përparë, që të thot të rikthimin e parkingjeve në pazarin e vjetër, sepse është janë dëmtuar shumë tregtarët, parkingjet tek Bulevardi Liria, tek sala sportive Dibra, po ashtu edhe pas Foshnjores, ne i thomi, Breshja, që do të përfitojnë parafasisht deri në 700 apo 720 parkingje. Si projekt i ditë, edhe do ta cek këtë projekt, ky është projekt i cili nuk don financa nga komuna, por është i ofruar nga një vëllai jemi, djalmigje më saktësisht, Edmond Emeri, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do ta financoj që në 3 mujorin e parë këta, ndërsa premtimin e kanë dhënë deri në fund të prillit, parkingjet do të realizohen. Ndërsa pagesën do ta bën Edmond Emeri. Kjo uroj që mos ngelet vetëm premtim elektoral, sepse diaspora është fakt i pakontestueshëm që është infuzion ekonomik i vendit tonë, po dhe vendeve të rajonit, por megjithatë ka ndonjë strategji, keni bërë ndonjë për llogaritje sa do të kushtoj ky investim, do të ka gjendje ka dëshmëria, apo mbase është vetëm një tentim për t'ju ndihmuar në fushatën tuaj, me që vetëm e potencuar se është familjari juaj? Edmond Emeri është i dëshmuar për Dibrën. Është një qytetar i cili ka ndihmuar jo vetëm në këtë fushat, ka ndihmuar dhe shumë më parë. Dibranët e njohin shumë mirë. Emri i tij lakohet në gjithë qytetin e Dibrës për humanitetin e tij, që ka ndihmuar në ndërtimin e shtëpive të fukareve, të cilët nuk kanë mundur të ndërtojnë shtëpi, në ndihma humanitare, në ndihma të fëmijëve të sëmurë, dhe prandaj Dibranët i besojnë. I bie që nuk do të ngelet premtim elektoral. Jo. Dakor, zoti Emeri, ne nuk e njohim, por respekte për
zoti i Merin që kontribon në këtë aspekt për komunën e tij nga ku vjen. Po ne të kthehemi. Të kërkoj falje, domethënë kishte një projekt. Edhe i treti? Projekti për parkingjet, dhe unë së dyti ne kemi edhe për ujin e pishëm, i cili është, unë kam në Amerikë rreth 20 shok të gjeneratësimi. Edhe një ndër ta është edhe Abdul Bajre, i cili do të vjen me një investim prej $500.000 për ujin e pishëm në Dibër. Ne të gjithë e dim, por edhe mërgjimtarët, por edhe qytetarët e Dibrës, që uji i pishëm në Dibër gjatë verës mungon. Por pothuajse edhe dimrit. Ky është i gatshëm të investoj në këtë projekt, të cilin e ka edhe të gatshëm, që më njëherë pas mandatit, do me thënë, pas 3 nëntorit, do të fillon për rindërtimin e ujit të pishëm në Dibër, por jo vetëm për ata 15.000 e sa banor, por do të jetë me një numër për banorësh deri në 20.000 banor. Zotë i Meri, nga kjo që ju po tregoni, i bie që në rrethin tuaj edhe shoqëror edhe familjar, pas këtë investitor kogja serios që janë të interesuar për të investuar në Dibër. Por ju në hyrje thatë që ju jeni kandidati i duhur dhe si pas jush kryetari jashtëm që ja doni të mirën Dibrës. Pse, zoti i Meri, këta 2 investitor kaq serios nuk i keni ftuar që të investojnë komunën e Dibrës edhe para se tishit ju në garë edhe para se tishit ju kryetar? Ka munguar vullneti për bashkëpunim reciprok nga kryetari aktual, apo ku qëndron problemi? Problemi qëndron se në rast se ti e duash Dibrën, jo vetëm këta 2 investitorë, por Mërgata është ajo e cila e mban shpirtin e Dibrës. Prandaj duhet vullnet dhe besim njërë pikë pari të krijojsh tek ata për të ardhur dhe të investuar në Dibër. Dhe besimi plot të mërgjimtarëve, qoftë evropian dhe amerikan, dhe jo me fjalë premtime boshe. Atyre vetëm duhet kërkesë dhe tregim të planit se si do të bëhet, apo ja tregojsh kjo i duhet Dibrës, ata janë të gatshëm të investojnë jo vetëm për ujin, jo vetëm për parkingje, po për gjithë shka. Unë këta 2 emra i përmend, por ka shumë të tjerë të cilët duan besim reciprok që diçka kur të vendoset edhe do të bëhet për Dibrën dhe Dibranët. Sepse është zotim publik, po e thuni nga një studio televizive, mbase e keni përmendur në fushat, nëse do ta keni fatin të jeni në krye të komunës, ne do t'ju mbajmë për fjale zoti i Meri dhe do t'ju kërkojmë llogari për këto 2 zotime publike që janë investime konkrete, mbase edhe nevojë e Dibranëve. Unë më premtoj dhe realizoj. Nuk jam fjalë boshe. Në rast se nuk bëhem, unë jam ai që jap edhe dorëheqje. Qoftë këto parkingje që thash, do të bëhen në 6 mujorin e parë. Ujti do të realizohet deri në fund të vitit 2026. Në rast se nuk bëhen, më kapni për fjale, unë Ramadan i Meri ap dorëheqje nga kryetari i komunës për mos realizimin të këtyre projekteve. Por edhe të projekteve të tjera të cilët i kemi në plan program 4 vjeçar. Zoti i Meri, ne në hyrje biseduam për sfidat dhe vështirësitë e një kandidati të pavarur në garë kur ka përballë 2 kandidat që mbështeten nga parti politike. Megjithatë, në këtë drejtim sfidat e një kandidati të pavarur nuk përfundojnë vetëm me fushatën nëse një kandidat i pavarur merr besimin e mjaftueshëm për të bërë kryetar komune. Ne nga përvoja dim raste të shumta ku shumë kryetar komunash arsyetimin për bllokimin e shumë projekteve e
në fakt e justifikojnë me mungesën e një harmonizimi të plot për brenda Këshillit Komunal. Sa mendoni se për juve, si kandidati pavarur, nëse do t'jeni kryetari i jashtëm i Dibrës, Këshilli Komunal në Dibër do t'jetë në anën tuaj, në fakt sepse pas kësaj nuk e dim, a do të vazhdoni edhe nëse do t'jeni kryetar, të vazhdoni t'jeni kryetari i pavarur, apo më pas do të kërkoni ndonjë marrëveshje me parti politike të cilat mbase kanë edhe shumicën në Këshillin Komunal në Dibër, sepse është e natyrshme dhe është sistematike proces që pa votuar projekte në Këshillin Komunal nuk mund të jetësohen as të materializohen në praktikë. Këtë drejtim, sa mendoni që për juve si kandidati pavarur do t'jetë e vështirë puna e harmonizimit të Këshillit Komunal në Dibër? Dibranët çdo herë kanë dëshmuar, edhe në kohë të vështira, por edhe në këtë kohë që t'jenë së bashku kur është gjithçka për të mirën e dibranëve, ata nuk shohin ngjyra partijake dhe politike. Gjithçka që është në të mirë të Dibrës, unë mendoj dhe besoj, por edhe vlerësoj që ata të përkahpin këta projekte se janë në të mirën e qytetarëve dibranë. Zoti Emiri, sa jeni të kënaqur aktualisht me administratën e komunës së Dibrës, ju si qytetar edhe si banor i Dibrës që jetoni dhe veproni atje, a jeni të kënaqur në fakt me shërbimet administrative që ofrohen në komunën e Dibrës sot? Shërbimet duhet një reorganizim, sepse vetë asgjë nuk mund të bësh. Përcaktimi i individëve që do t'jenë në shërbim të popullit, se unë veten nuk e quaj kryetar komune, unë jam menaxher në aspektin e asaj që ndarja e administratës së komunës dhe vendosja në reprezentativitet të cilëve ku ka dikastione të ndryshme, do të vendosen njerëz të cilët do të kenë pranë administratës që punojnë në fusha të ndryshme, të kenë nga një përgjegjës të cilët unë nga ato do të kërkoj llogari dhe jo nga çdo punëtor. Me thënë, ndarja e funksioneve është lehtësim si për kryetarin e komunës, por edhe rritje e vullnetit të individëve brenda komunës për shpërndarjen e detyrave dhe që të ketë një riorganizim për shërbim të qytetarëve ashtu si që ka hije Dibranit. Zoti Emiri, sa është transparente komuna e Dibrës sot? Dhe në këtë drejtim, çfarë keni hartuar në plan programin tuaj për 4 vitet e ardhshme, si do ta ndryshoni apo do ta ruani statusin e njëjtë për sa i përket nivelit të transparencës në komunë, sepse e dim që kur mungon transparenca në një organizim qoftë të vetëqeverisjes lokale apo të pushtetit qendror, me automatizëm lindin dilemat për keqpërdorime të mundshme. Në këtë drejtim, sa është transparente sot komuna e Dibrës dhe si do të jetë nesër nëse ju do të jeni në krye të saj? Unë besoj ka qenë transparente komuna e Dibrës, por jo deri në fund. Nga data 3 nëntor do të ketë në hyrje të komunës se çfarë shpenzime ditore, javore dhe mujore do të bëhen, por edhe diçka tjetër, seancat plenare të Këshillit Komunal do të jenë direkte që të gjithë qytetarët e Dibrës të dëgjojnë se çfarë bëhet dhe çfarë punohet në të mirën edhe kush do të jetë në të mirën e qytetit të Dibrës edhe kush do të jetë pengesë për qytetin e Dibrës. Ky mbase është një veprim që do duhet të ishte model për gjitha komunat në nivel vendi, sepse seancat plenare, vendimet dhe diskutimet që bëhen aty natyrisht janë në interes të qytetarëve dhe kur qytetarët e kanë çastin që në mënyrë transparente shohin çfarë po ndodh aty, kjo mbase ndikon
për të krijuar në një pasqyrë më reale. Komuna e Dibrës, gjashëm sikurse shumë komuna të tjera në nivel vendi, përballet me një problematikë që është ekzodi i të rinjeve apo migrimi të rinjeve nga jashtë vendit. Ju pak para përmendet që mbi 40 shokë të fëmijërisë keni aktualisht në mërgat, në Amerikën, në Europë të shpërndarë gjithandej, po megjithatë ky problem natyrisht që nuk mund të rregullohet vetëm me përkrahjen e pushtetit lokal, por ajo që është e rëndësishme në komunën e Dibrës sa ka potencial ekonomik dhe si keni parapa për të shkaktuar një zhvillim ekonomik, gjë që do të bënte të përballueshme jetesën në Dibër. Pra mos paraqitet nevojë largimi nga Dibra për të mbijetuar ose për të kërkuar shpresë diku jashtë vendit. Ne i dim, zoti Meri, para se ta merrni fjalën, që komunat nuk janë ente për punësim, ju mund të punsoni as sa ka nevojë dhe kapacitet komuna e Dibrës nëse do të jeni kryetari i jashtëm i Dibrës, por megjithatë, ju si kryetar komune i jashtëm nëse do të jeni, çfarë keni parapa në këtë drejtim që të krijoni vende pune më tepër për dibranët? Për të rinjt, lëvizjen e lirë të qytetarëve apo edhe të rinisë nuk mund të ndalin. Nuk është koha që si më parë të ndalin. As të rinisë, po as të qytetarëve. Por ne do të mundsojmë që do të ofrojmë kushte të atilla se Dibra ka potencial, ka shumë energji, por ka edhe shumë resurse të cilët janë të pashfrytzuara që ne do të nisim edhe ata do të shfrytëzojnë. Jo rastësisht në Dibër janë gipsi, është banjat e Dibrës, përreth malet, është Lumi Radika, është Liçeni, ka atraksione turistike me të cilët ne do të mbajmë rinin, por me zhvillimin e këtyre resurseve dhe me ndikimin, besoni që ka shumë biznesmen të cilët edhe kërkojnë punëtor edhe nuk mund të gjejnë. Arsye është se më shumë e kërkojnë administratën shtetërore se sa në për bizneset private. Kjo është një që duhet të ndajmë edhe të bëjmë një ribashkim që edhe bizneset private të cilët kërkojnë punëtor që të mundsojmë edhe atyre të vendosen dhe të punësohen tek bizneset private. Po, se zoti merr në fjalën tuaj, ju tha që nuk mund ta ndalni lëvizjen e lirë të qytetarëve, kjo është e natyrshme, por kjo nuk nënkupton se do të çndroni duar kryq dhe të shikoni teksa po zbrazet Dibra. Prandaj këto planit që i keni, urojmë që nëse do t'jeni në krye të detyrës të materializoni në praktik. Megjithatë ju përmendën dy prej investitorëve, një që keni mik tuajin dhe një familjar tuajin që me plane konkrete do të kthehen për të investuar këtu në vend, pra konkretisht në komunën e Dibrës. Por megjithatë është e rëndësishme pushteti lokal me ato kompetenca që ka në bazë të decentralizimit dhe me atë kapacitet që ka, gjenerimin e vetëm për të krijuar edhe më shumë të hyra është hapësira dhe tereni që mund ta krijojë të përshtatshëm për investitorë të huaj. Ju përpas këtyre lidhjeve miqësore dhe familjare, a keni plan konkret në këtë drejtim se si do ta bëni Dibrën një vend ku investitorët e huaj do ta kenë terenin e përshtatshëm për të investuar? Unë prej sot u bëj thirrje të gjithë investitorëve, të cilët mendojnë të investojnë në qytetin e Dibrës. Unë ta thash dhe ta them, me 3 nëntor do të jem kryetari i komunës së Dibrës. Me populli. Prandaj u bëj thirrje të gjithë investitorëve. Ne do të krijojmë kushte të volitshme, pothuajse me 0 denar, të gjithë investitorëve nga jashtë, por edhe brenda Maqedonisë, që të krijojnë fabrika dhe mini fabrika, që vetëm e vetëm të rinj Dibran, por edhe qytetarë të rëndom dhe të tjerë të cilët janë pa punë, që të mos largohen nga vedindja, se guri rënd peshon më rënd.
Në vend të vet. Më lek në vend të vet. Në fakt Guri peshon më rënd në vend të vet, zoti Imiri. Po. Megjithatë, të kthehemi tek çështja që është aktuale në komunën e Dibrës, që ju si banori i asaj zone, e atij qyteti, pjesa e infrastrukturës është një pjesë shumë e rëndësishme për funksionimin e banorëve, qytetarëve të asaj zone, po pikërisht në këtë drejtim, këtë segment për cilën vetë se folet për sa i përket investitorëve të huaj. Infrastruktura e mirë mbase ndikon pozitivisht edhe në zhvillim ekonomik të tërë vendit. Si qëndron puna me infrastrukturën në komunën e Dibrës, zoti Imiri? A janë rrugët në nivelin e duhur, apo do duhet të intervenoni me njëherë nëse do të bëheni kryetar komunën këtë drejtim? Këtë nëse mund të largoni. Po ju mund të përdorni. Sigurisht do t'jemi, sepse të njëjtën e thot edhe kundër kandidati juaj thot që do t'jem. Ju natyrisht që e thoni këtë, po këtë e vendosin qytetarët e Dibrës më 2 nëntor. Qytetarët e Dibrës kanë vendosur dhe të vendosin. Kundër kandidati, apo më falë, oponenti im, të ishte, do t'a thote, për nuk është. Unë e them me sinceritet të plot. Nuk do të ketë më kocka. Kockat jenë jashtë përdërimi, është shekulli 21. Çdo rrugë që do të bëhet, do të bëhet me asfalt, me kanalizime dhe me ujë të ri, apo me gjithë shka që është nën tokë. Dhe me thënë, do të bëhet gjithë shka e re. Vetëm me asfalt. Kockat janë të përkohshme, dhe shikojmë Dibranët e dinë shumë bukur, se ata afatin maksimumin e kanë 5 vjetë deri në 7 vjetë, dhe përsëri rrugët jenë copë në copë. Zoti Imiri, zakonisht në komunat të cilat janë urbane, ka një pengesë për sa i përket pjesës e investimeve që zakonisht praktika ka dëshmuar që në shumë komunat vendit, zonat rurale anashkalohen, pra fshatrat për rreth anashkalohen. A ndodh kjo praktikë edhe në Dibër? A është i zhvilluar ngjajshëm qyteti me të njëjtin ritëm sikurse fshatrat për rreth? Nëse jo, zoti Imiri, në këtë drejtim si keni para pa ju, çfarë u thoni qytetarëve të cilët nuk jetojnë në qytet, por jetojnë në fshatrat për rreth Dibrës? Më besoni, atë që kam parë në këto 30 ditë është për të ardhur keq. Fshatrat në Qepish të Tishan, në Mogorç, fshatrat e Kosovras të poshtëm dhe të epër. Fshati Banisht është më i rregulluar, por besoni se atje për rrugë 200 metra, për cefka, pothuajse për 50 metra, 100 metra, për ndriçim publik, për mirëmbajtje të mbeturinave, është turp, që në shekullin e 21 ata të lihen në atë dorë dite. Faji nuk është i atyre. Faji i është i të gjithë atyreve të cilët që më parë kanë shkuar dhe kanë kërkuar votën nga ata dhe besimin, se janë njerëz shumë të ndershëm, kanë dhënë besimin, por feedback nuk kanë marë. Unë do të qëndroj besnik në fjalët e dhëna në përfshatrat tona, se janë gjëra të realizueshme nga komuna. Edhe duhet të theksoj se komuna e Dibrës ka buxhet për 4.7 milion euro, 3.3 milion euro jenë për rrogat dhe 1.4 milion jenë për projekte të ndryshme. Mos vallë, asështë ne të kthehemi edhe njerë që edhe ata janë qytetarë tonë. Mos bëjmë të ndarjen ata ne, po t'jemi bashkarisht njëre për gjithmonë. Këtë e ka bu politika 30 vjeçare që i ka larguar. Më besoni se ata nuk janë njëra është 7 km një fshat larkë Dibrës, Kosovrasti, tjetra është 10,
dhe Tishani është 8 kilometra me Gjepishtin, dhe tani më kohën e fundit besoni që edhe minibuset që jenë në lidhen me qytetin e Dibrës u kanë bërë ndales që si të përfitojnë disa oligarkë që ata bëjnë për çështje personale. E kjo nuk mund të ndodhen më pas 3 nëntorit. Unë do të ri karshi fjaleve të dhëna të mia se cilit fshat, sepse ata janë musliman të devotshëm, por edhe janë edhe besimtar të devotshëm. Dhe kur thonë fjalën në po, them besa bes, ata janë po ati. Edhe janë të lodhur nga politika e cila i ka gënjej pothuajse 35 vjet. Po, zoti Emeri, të qenurit kandidati pavarur mbase ju vendosën në përparësi këtë që ju nuk do të bëni ndarje partijake, nuk do të bëni as ndarje mbase etnike edhe fetare që precizuat në fund. A është në fakt kjo përparësi e juaja? Kjo është një përparësi, sepse askush nga lartë nuk mund të tërjek veshin të më tregon se ku duhet investuar edhe ku duhet ndaluar. Duhet të kuptohet njëre për gjithmonë. Populli Dibran nuk ka mundur ta mbajnë në pushtim as Perëndëria Romake, as Osmane, as ajo Jugoslave. Dhe tash jemi në demokraci dhe ne do të realizojmë. Kur thomë do të realizojmë, jam në vetëdije se çfarë them. Se unë kam qenë udhëheqës drejtor në shkollën fillore nëntëvjeçare Pernestia, edhe tashmë në shkollën jam drejtori i shkollës 28 nëntori në Dibër, edhe fjalët e mia, edhe fjalën që e kam dhënë, atë që kam premtuar, edhe kam realizuar. Zoti Emeri, kur jemi tek shkolla, natyrisht që pushteti lokal, atë që potencuam më herët që nuk ka edhe mekanizma të plota për shkak të decentralizimit të cunguar që nuk është i plot dhe i tërësishëm siç duhet të ishte në vend. Por megjithatë, kur flasim për cilësinë në arsim në nivel vendi, shumë hulumtime dhe teste ndërkombëtare kanë dhënë të qartë një pasqyrë që cilësia e arsimit nuk qëndron në nivelin e kënaqshëm apo ashtu siç duhet të jetë. Tani, në komunën e Dibrës, nëse do t'jeni ju kryetari i jashtëm i Dibrës, edhe me që aktualisht ushtroni pozicionin e drejtorit të një shkolle, si qëndron puna, çfarë plane konkrete keni për rritjen e cilësisë së arsimit konkretisht në komunën e Dibrës? Plani për arsimin në Dibër do t'jemi unë jemi realt. Shkollat janë të rregulluara. Shkollat janë të sistemuara siç duhet. Vetëm duhet që ne të investojmë në digitalizimin e tyre. Profesorët tanë, arsimtarët tanë, janë ata të cilët kanë treguar dhe dëshmojnë. Jo se unë tash do t'i mbroj profesorët, po kanë dëshmuar talentët tanë që nxënësit e shkollave tona, si të Sajt Najdenit, të Penestjes, të Gjimnazit 28 Nëntori, por edhe të shkollës fillore në fshatin Kosovras Tiriste Ristevski, që në universitetet para prake, universitetin shtetëror dhe Universitetin e Evropës Juglindore, por edhe atë të Kirilit e Metodit, janë nxënësit apo studentët më të mrekullueshëm. Do të bëj çmos që ne do të bëjmë digitalizimin, se në gjimnaz ekziston, se është objekti i ri ndërtuar në vitin 2016 nga ish kryetar i ndjer tashmë zoti Rushdi Lata, edhe me tabela smart, edhe thëmë të gjithë shkollat të tjera do të bëj çka është e mundur për arsimin, se vetë
edhe jam profesor i asaj lëmije, apo thënë shkurt profesor i historisë. Më shumë se më ndjek mu arsimi, nuk besoj se dhe ndjek kundër kandidatit apo oponentin tim çështja e arsimit. Dakor, zotë Emeri, jemi në pjesën e fundit dhe çka mendoni se cili është mesazhi juaj për qytetarët të cilët mendojnë se nuk bëhet punë pa parti? Unë them diçka. Vetëm vullnet, dëshirë dhe angazhim bëhet edhe pa parti. Dëshira për Dibrën, për të kthetur edhe njerë dinjitetin e Dibrës. Ne bashkërisht do të bëjmë Dibrën ashtu si që meriton Dibra e dikurshme, historike, edhe sot do t'ja kthejmë dinjitetin Dibrës sonë së madhe. Dhe i kërkoj nga të gjithë qytetarët që të votoni numrin 20, Ramadan Emerin, se Dakor, zotë Emeri, ju aktualisht jeni në fushat, e akoma ka ngel pra edhe pak ditë deri tek 2 nëntori pra data kur kalojmë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Në këtë drejtim, pse zotë Emeri me pak fjalë, me që jemi krejt në fund, na konkretizoni neve, po dërgoni mesazh edhe tek qytetarët se pse qytetarët e Dibrës duhet ta votojnë zotë Emerin dhe jo kundër kandidatin tuaj. Pra, çka në fakt është dallimi mes jush dhe kundër kandidatit juaj në këtë drejtim? Dibranët e njohin mirë Ramadan Emerin. Ata e dinë se çdo fjalë që jap e mbaj si amanet. Për mua amaneti peshon shumë. Sot dua t'ju la një amanet. Ditën e diell me dinëntor, thua një fjallën tuaj. Masovëkisht rrethoni numrin 20, me shpirt, me zemër të qetë. Dhe qoja një amanetin tim deri në fund. Kjo është mesazhi im për qytetarët Dibra. Mirë, zotë Emeri, ne me këtë edhe e përmbyllim, ju falenderojmë për prezencën tuaj këtu, ju urojmë suksese në gare, ne do të vazhdojmë ta ndjekim edhe raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, që pasaj në mbrëmjet do të diskutojmë natyrisht dhe do të bëjmë analizën e rezultateve nga raundi i dytë. Ju faleminderit edhe njerë dhe shpresoj që mos jetë radha e fundit në ftesë, unë do t'ju përgjigjem çdo herë ftesës së televizionit tuaj. Faleminderit, kënaqësia jona ishte t'ju kemi këtu, zotë Emeri. Ndërkaq ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në takimet e radhës, intervistat apo përballjet me kandidatët që kanë kaluar në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Deri atëherë, mirëmbëjtje.